unë do doja t'i përgjigjesha një pyetjeje që më kanë bërë. Dikush më pyet se kush janë armiqtë e Perëndisë. Një person më shkruajti dhe më tha se kishte përjetuar, kishte vuajtur nga problemet e magjisë, se familja e tij, se vetë familja e tij merrej me magji, dhe se ky person kishte qenë viktimë e magjive brenda së njëjtës familje. Dhe thot se i bën kaq shumë të këqija, kaq shumë dëm, saqë ky person filloi të mbante në zemër mëri, urrejtje ndaj familjes së tij. Por thot se njohu rrugën e Perëndisë, e njohu këtë fjalë të Zotit dhe mendon se tani ka ardhur koha që të mos ketë më urrejtje, të mos mbajë më mëri dhe pyet nëse mund të lutet. Nëse mund të lutet për ata persona. Pra pyet nëse ata persona janë armiqtë e Perëndisë. Se kush janë armiqtë e Perëndisë, nëse duhet të lutemi për armiqtë e Perëndisë. Kështu që ne duam të qartësojmë se këta persona që praktikojnë magjin janë persona që nuk e njohin rrugën e Perëndisë. Ata nuk e din faktin se ekziston rruga e përsosur që të çon në shpëtim dhe se kjo është rruga e së mirës, rruga e drejtësisë, rruga ku duhet bërë ajo që është e mirë dhe e drejtë për t'i pëlqyer Zotit. Ata nuk i din këto gjëra dhe prandaj punojnë ose jetojnë duke bërë këto të këqija, këto ligësi njerëzve, magjit, mallkimet. Ne nuk mund t'i konsiderojmë ata si armiqtë të Perëndisë, por më tepër si persona që duke qenë se nuk e njohin rrugën e Perëndisë, kërkojnë mënyrën më të lehtë për të fituar para. Dhe dikush ua mëson këto rrugë të këqija dhe ata ndjekin atë rrugë të keqe vetëm nga lakmia për para. Armiqtë e Perëndisë janë ata persona që e mallkojnë Perëndin, që e refuzojnë Perëndin, e mohojnë ekzistencën e Perëndisë, inatosen me Perëndin, nuk duan të dinë asgjë për Perëndin, ndalojnë familjarët e tyre të shkojnë në kishë, i ndalojnë, urrejnë, thonë mos më fol për Biblën sepse e urrej Biblën, urrej çdo gjë që ka të bëj me Perëndin, inatosen sepse ndoshta ndonjë i afërm shkon në kishë, dhe atëherë ky person fillon të bërtas, të thot shumë fjalë, shumë gjëra, shumë fyerje dhe mallkime kundër veprës së Zotit dhe ekzistencës së tij. Këta persona do të thoshim se janë armiqtë e Perëndisë. Dhe po ashtu kur ne lexojmë psalmet, aty gjejmë se kishte armiq të Zotit. Armiqtë e Zotit ishin njerëzit e popullit të tij, vetë vëllezërit e tij, të cilët nuk besuan tek ai dhe u bën armiq të tij dhe dorëzuan te romakët që ta flijonin, që t'i bënin të këqija dhe ta vrisnin. Pra u kthye në armiq të Perëndisë, sepse nuk besuan fjalët profetike që Perëndia kishte folur nëpërmjet të gjithë profetëve në lashtësi. Kështu që nuk besuan, por u inatosën dhe dolën kundër gjërave të Zotit. Këta persona janë armiqtë e Perëndisë. Prandaj, a do të lutemi për ta? Unë mendoj se jo. Ka një psalm që flet qartë ku Zoti kërkon drejtësi. Ai kërkon atit drejtësi, i thot që të bëjt drejtësi kundër armiqve të tij, kundër të pabesëve, sepse ata njerëz kthehen në të pabesë dhe për këta të pabesë Zoti kërkon dëshkim për ta, i nuk lutet për ta, po kërkon dëshkim që Perëndia të bëjë drejtësi. Kjo është ajo që unë doja të qartësoja, shpresoj të shërbej personit që bëri pyetjen, gjithashtu e këshilloj të lexoj Biblën dhe psalmet, sepse aty do të mësoj shumë doktrinë. Mirë, nderi qoftë për Perëndin ton, falenderojmë Zotin.